38 komunat e Kosovës kanë mundësi të aplikojnë në nismën Wi-Fi për Ballkanin Perëndimor që synon ofrimin e internetit falas. Ky projekt, që financohet nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane e zbatohet nga Gizi, do të ofrojë një paketë shërbimesh përfshir pajisjet Wi-Fi, instalimin, qasjen në internet e mirëmbajtjen deri në 3 vjet. Komunat kanë mundësi të i propozojnë 3 lokacione. Në diskutimet që kemi pas me Gizin, kemi menduar që fillimisht pajisjet për sigurimin e Wi-Fi të përqendrohen në ato pjesë ku komunat mendojnë që ka frekuentim më të madh të qytetarëve, mirë po kjo jo domosdoshmërisht kupton që një komunë mund të ketë vetëm një pajisje, mirë po ajo mund të shtrihet edhe në pjesë të tjera të komunës përkatëse. Tashmë komuna e Vushtrisi ka përzgjedhur lokacionet në aplikacion që pritet ta dorëzojë brenda javës. Ne jemi në implementim të projektit të parkingut nën-toksor në sheshin e qytetit dhe pjesa e sipërme atij parkingu domosdoshmërisht duke rregulluar shesh dhe një prej lokacioneve të para që ne kemi identifikuar si opsion që do të jetë shërbim qytetarëve ku do të ketë frekuentim më të madh do të jetë ajo zonë. Gjithashtu do të kemi edhe hapësira të tjera të propozuara për rreth shtëpisë kulturës. Internet pa pagesë nuk ka as në komunën e Vitis, andaj vitiasit shprehen optimist se kjo nismë do të përmirësojë komunikimin, arsimin e kushtet e punës. Me qenë se ka dikush që është nevojtar, në maqinovitë. Përveç komunave të Kosovës, mundësi aplikimi kanë edhe ato në Shqipëri, Bosnjë e Hercegovinë, Maltëzi, Maqedoni të Veriut e Serbi. Të paktën 25% dhe 300 komunave të përzgjedhura do të jenë nga zonat më pak të populluara për t'i plotësuar boshllëqet në infrastrukturën digjitale. Thirrja për aplikim është hapur më 28 mars dhe komunat kanë mundësi t'i dorëzojnë aplikacionet deri më 28 prill. Pajisjet pritet të vendosen në 3 mujorin e fundit të vitit 2025.